Asim Vokshi ka marrë zyrtarisht detyrën si antar i gjykatës kushtetuese pas betimit të zhvilluar sot në presidencë, siç parashikohet nga kushtetuta. Ai u zgjodh nga gjykata e lartë më 30 tetor, duke zëvendësuar Olta Zaçajn, e cila mbylli mandatin më 10 mars dhe me këtë emërim nis një mandat të plot 9 vjeçar. Gara nuk ka qenë pa tension. Kandidatja Naureda Llagami kundërshtoi rezultatin, duke pretenduar se një votë e pavlefshme i takonte asaj, çka do ta shpallte fituese, por edhe gjykata administrative, edhe ajo kushtetuese, i rrëzuan pa dinë duke hapur rrugë për betimin e Vokshit. Ndërkohë largimi i Zaçajt sjell edhe procesin për zgjedhjen e një kryetari të ri të kushtetueses, që përkohësisht drejtohet nga Marsida Xhaferllari. Presidenti Begaj ka hapur edhe një tjetër garë për zëvendësimin e gjyqtare Sonila Betja me afat deri më 30 nëntor. Ish kryebashkiaku i Tepelenës dhe deputeti i PS-s Tërmet Peçi është paraqitur sot paradite në prokurorinë e posaçme. Ai mbërriti vetëm rreth orës 10 në ambientet e SPAK, duke shmangur deklarimet për mediat, edhe pse ende nuk ka një arsye zyrtare për thirrjen. Fakti që Peçi është thirrur në këtë fazë ngret dyshime për hetime të reja ose zhvillime të rëndësishme lidhur me çështje që lidhen me detyrën e tij si drejtuesi i Bashkisë Tepelen. SPAK pritet të sqarojë në orët në vijim arsyeën e marrjes në pyetje, ndërsa prania e deputetit socialist në dyert e prokurorisë së posaçme sinjalizon se goditjet ndaj zyrtarëve publik nuk janë mbyllur. Pas 6 orësh tensioni i operacionit në Orosh të Fusharzit mbyllet me sukses. Julian Çumraku, 24 vjeç, dhe Arben Uka, 34 vjeç, të dy të armatosur dhe të izoluar në një banesë të braktisur, dorëzohen pas negociatave intensive të forcave të policisë. Fillimisht u angazhuan familjarët, vëllai dhe motra e njërit prej tyre, ndërsa më pas specialistët e negocimit arritën t'i bindnin të dilnin pa konflikt. Të dy dyshohet se kanë qenë më parë në Siri dhe të lidhur me organizata terroriste. Arben Uka, i njohur edhe si Hamza, ka shërbyer si komando në ushtrinë shqiptare dhe ishte në ndjekje nga antiterrori. Operacioni i Reneas vion ende për garantimin e zonës, ndërsa banesa po kontrollohet me qenë antieksploziv për zbuluar armë, lëndë plasëse apo gjurmë të tjera. Dy të rinjt raportohet se qëndronin të fshehur aty prej një muaji dhe gjatë rrethimit njëri prej tyre është dëgjuar të tërras Allahu Akbar. Lushnja tronditet sërish nga të shtënat me armë zjarri. Një automjet në lëvizje është qelluar të paktën 3 herë pranë kthesës së spitalit, ndërsa autorët dyshohet se kanë qelluar nga një tjetër makinë, e cila më pas është gjetur e djegur në fshatin Lifaj. Policia ka mbledhur 3 gëzhoja nga vendi i ngjarjes dhe po punon për identifikimin e autorëve, ndërsa ende nuk dihet nëse ka persona të plagosur. Të dhënat paraprake flasin për 3 persona të përfshirë në atentat dhe kamerat e sigurisë pritet të zbulojnë më shumë mbi objektivin dhe skenarin e sulmit. Për momentin mbetet e paqartë kush ishte shënjestra e automjetit, por pista kryesore është ajo e përplasjes kriminale që prej muajsh e mban lushnjën në tension. Eurostat raporton një shifër alarmuese. 18.697 të mitur shqiptar morën lejet e para qëndrimit në vendet e BE gjatë vitit 2024, duke renditur Shqipërinë të tretën e Europë, pas Ukrainës dhe Bielorusisë. Migracioni i fëmijëve është pothuajse tërësisht i përqendruar në 3 shtete: Itali 8.254 leje, Greqi 4.877 dhe Gjermani 4.165, ndërsa pjesa tjetër e vendeve të BE-s lëshuan vetëm 1.401 leje. Shkaku kryesor mbetet bashkimi familjar, i lidhur me komunitetet e mëdha shqiptare të vendosura prej dekadash në Itali dhe Greqi, ndërkohë Gjermania po kthehet në destinacion të rëndësishëm për vendosje familjare dhe punësim. Në total, gjatë 2024-s, vendet e BE dhanë 520.445 leje e qëndrimi për fëmijë jo BE, shumica për arsye familjare. Gjermania kryeson me mbi 138.000 leje, e ndjekur nga Spanja dhe Italia. Të dhënat tregojnë se ikja e brezave të rinj shqiptar vazhdon me ritme të larta, duke thelluar dramën sociale të boshatisjes së vendit. Lidhja Demokratike e Kosovës ka zyrtarizuar Lumir Abdigjikun si kandidatin e saj për kryeministër në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Kryesia e LDK-s vendosi unanimisht, duke theksuar se partia me kryetar në detyrë nuk ka nevojë për kandidat tjetër. Abdigjiku ka marrë autorizimin për hartimin e listës zgjedhore, por renditjen e emrave do ta bëjë kryesia. LDK pritet të garojë vetme, por lista do të mbajë hapësirë për aleat dhe figura nga jashtë, duke mos përjashtuar as mundësinë e futjes së Fatmir Limajt me nismën social-demokrate, por edhe partitë të tjera si Demokristianët, Partia e Drejtësisë dhe grupi i Bexhet Pacollit. Partia synon më shumë bashkim në kampin opozitar, ke shmangur skenarin e zgjedhjeve të 9 shkurtit, ku LDK doli e treta me rreth 18%, ndërsa vetëvendosja e Albin Kurtit nuk arriti të formonte qeverinë. Abdigjiku thotë se ky është një momentum i ri për LDK-n dhe për një konfigurim të ri politik në vend. Paqja për Ukrainën po projektohet larg Kievit dhe Moskës. Takimet po zhvillohen me Zvicrës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe,
teksa një zyrtar amerikan konfirmoi për BBC se vendimet me rusët do të mbahen në Abu Dhabi. Kjo lëvizje vjen pas negociatave në Gjenev mes SBA dhe Ukrainës për një draft plan paqeje. Sekretari amerikan i ushtrisë Dan Driscoll ka zhvilluar një takim me zyrtarët rus në Abu Dhabi, ndërsa nga Moska ka ardhur konfirmimi më i fortë deri sot. Zëdhënësi Dmitri Peskov deklaroi se projekti amerikan, plani Trump, është aktualisht opsioni i vetëm real, duke e konsideruar një bazë serioze për negociata. Peskov nënvizoi se Rusia kërkon të realizojë objektivat e saj me mjete diplomatike, por theksoi se arkitektura e sigurisë në Europë nuk mund të ndërtohet pa vetë europianët në tavolinë. Negociatat pritet të shënojnë fazën më të re të përpjekjeve për t'i dhënë fund konfliktit.